Miq të Piskut, ju përshëndes. Uroj që t'jeni mirë dhe ja kur I takojmë sërish me juristin e mirënjohur dhe zëri I shqiptarëve për ato qëndrime që mban, edhe pse her pas here, jo vetëm Romeo, por edhe unë me këto qëndrimet që mbajmë përsa përket protestës që na zgjoi, jo vetëm ne, por gjithë shqiptarëve, një fije shprese dhe besimi prej ditësh, madje prej javësh, ka marrë një lloj rrugtimi tjetër ku pjesa më e madhe e shqiptarëve e ka kuptuar dhe po ngren shqetësimet e veta për të përmirësuar atë gjë atje. Por çështja është se sa po shkon fjala jon ose atyre shqiptarëve që e ngrenë këtë lloj shqetësimi tek ata që vazhdojnë të shkojnë akoma në shesh. Për diskutuar për këtë dhe shumë gjëra tjera për sa përket interesit të lartë shqiptarëve dhe Shqipërisë, jam me juristin Romeo Kara. Romeo, të falenderoj shumë për kohën dhe që mu gjinde për të bërë një bisedë, siç bëjmë ato bisedat tona, të thjeshta që mundohemi të rrekemi për të dhënë diçka për të mirën e njëri tjetrit dhe Shqipërisë. Falenderoj ju. Si po sheh protestën? Kemi kaluar 2 muaj dhe jemi futur në muajin e tretë. Është një maraton që është po flitet në gjitha mediat dhe po ata që janë atje vazhdojnë akoma thonë që Rama burg, Berisha burg, është diçka që siç e ke vlerësuar aty në fillim që flitet kundër, le të themi, kësaj klase politike, jo vetëm për një klasë ose për një parti ose për një degëzim. Protesta, ne kemi thënë në fillim që duhet kthehet në institucion dhe po kthehet në institucion. Për hir vërtetës, po thyen vetëm rekordet e veta tani. Nuk ka më çfarë rekordi shtyhen nga të tjerë. Është një protestë pa shembull për shqiptar, por edhe për kohën e sotme në Europë ku jetojmë. Pra, konstante, rezistente, ka ruajtur një tashmërinë e saj, pavarësisht që ne, duke qenë më afër, shohim probleme dhe do duam që të mos ketë probleme ose të korrigjohen në të ardhmen. Pra nuk është se jemi kundër protestës. Pjesa e organizimit, siç ka merita, ka dhe probleme tjera. Në disa momente duket sikur janë kthyer në policë mendimit, se po shoh persona që dalin pa kënaq. Tani ajo protestë dhe ai shesh I përket shqiptarëve. Dhe shqiptarëve të papërfaqësuar. Kështu që askush nuk ka certifikatën për të. Unë kam protestën time nga ky pozicion ku jam, një shqiptar tjetër ka nga një pozicion tjetër. Dhe besoj që pjesa më e madhe e shqiptarëve të formuar, të ndërgjegjësuar, të shkolluar, akoma s'po e thot fjalën e saj. Këtu pastaj ka njerëz që edhe duan të bëjnë karrierë politike dhe mendojnë që konkurenca mund t'i dëmtojë. Se këtë shoh, nuk shoh një gjë tjetër. E shekte që ata janë të friksuar, le të them, nga kjo lloj konkurrence për shkak se padyshim. Tani unë nuk shkoj atje në protestë që të shoh një person që I për 7 herë brenda një ore të shkalla e flet. Pra, dëshira për të se s'po dalim në të vap. Unë thash gjithmonë kam dalë veti 15 atje, familjarisht. S'po dalim të vap të shikojmë diçka, dhe duam mesazhin. Edhe njerëzit duke dalë mundësisht gjithë atje, tregojnë me kë janë. Qoftë edhe në mënyrë hipokrite, po e quajmë. Po tregojnë me kë janë. Pra njerëzit pozicionohen, po kur janë një grup që edhe një pjesë më madhe nuk e njohim dhe duan protagonizëm që këtu e kemi thënë, duhet të ruajnë ta mbajnë atë egon se do ketë kohë të bëjnë karrierë e tjerë, por radh parë të arrijnë një fitore tani. Duke mos marrë fitoret e duhura fillimisht, është e kotë çfarë do fitosh, çfarë do ndash. Unë mendoj që aty janë njerëz pa përfaqësuar, të cilët nesër mund të konkurrojnë politikisht me një tjetrin, por I bashkon diçka, një padrejtësi për marrë si shembull, qoftë edhe në kodin zgjedhor. Pse janë pa përfaqësuar këta? Janë njerëz që shohin drejtësinë, dinjitetin jashtë këtyre 2 alternativave që përbëjnë establishmentin politik. Por zotot se janë të gjithë me njëri mendim.
Pa në një farë mënyrë, ky është një lloj për shqiptarët, që si kemi pas ndonjëherë, një lloj revolucioni i mendimit, i mënyrës se si shqiptarët kërkojnë të realizojnë një përballje me padrejtësinë e tjerë. Pra ka shumë rryma, siç ka pas revolucioni francez, 3 rryma plus sankilotët 4. Ta pashmangshme. Girondin, Jakobin, monarkist, sankilot, to ishin. Pra, kishte disa monarkistë që e donin mbretin, por në mënyrë kufizuar. Ishin republikanët, ishin Girondin. Ata thonin, kemi një parlament. Jakobinët kërkonin me Robespierre, që unë kam pas më për zemër ta, ndryshime totale. Kishin sankilotët që njerë quheshin rrymë 4 dhe njerë jo, që ishin shtresat e ulta e tjere. Në të fazë ku ndodhe Shqipëria. Tani këtu ka disa unshoh rryma atje, domethënë. Ka dhe rryma që nuk merren fare me mikrofonin. Shfrytëzojnë kohën që njerëzit mbiten aty dhe ata parakalojnë. I pjesë e studentëve me pankarta, duhen të organizuar, domethënë. Madje ato duken sikur janë më të organizuar se sa gjithë pjesa tjetër. Unë mendoj që janë më të organizuar. Rryma tjetër atyre që shkojnë me mikrofon, me ato flamingët kështu, ata janë më të qetë, ata janë më të sigurt dhe po presin diçka tjetër, më sa shoh. Këto dy rryma e shoh. Shkojnë edhe për qark, ka mikrofonat e tyre etj. Dhe aty sheshi i gjithë. Se nuk ka dhënë ty drejtë njëri merr ti bllokon sheshin, ta ka dhënë drejta jonë, që jemi si mira protestues apo edhe 10 mira, në pamundësi për të marrë pjesë janë 100 mira. Që dalin atje, tani ke marrë ti mikrofon, po marrë dhe unë mikrofon, po hyp mbrapa kamionçinës time, e pulur ras atje, po a do t'ju shijonte tyre kjo punë? Tani ne po të respektojmë që ke marrë mikrofonin. Edhe po flas në emër të atyre që shkojnë atje dhe nuk i kanë lejuar. Se ke bërë disa emisione që kanë parë që njerëzit, kush je ti që përzet tjetrin, polici mendimi, kush drejgjin je ti? Apo i zgjuar, apo më i fort, apo më i devotshëm, kush je ti? Ai sheshi përket gjithë shqiptarëve. Edhe ti e ke bllokuar, do thosh protesta është e ligjshme, ke bllokuar sheshin tani atje. Deri këtu po se bllokon sheshin ti se do ti edhe duan gazetarët e Irfanit. Tani këtu, kuptoj që ka dhe rryma tjera. Mund të ketë Velia ndikim, mund të ketë Meta padyshim që do ketë, se po që ishte Irfani, është dhe ky tjetër mbrapa Irfanit, se kështu janë ta. Çfarë e lidh Metën me Irfanin? Po pse privatizimet me kë i bëri? Se Irfani mburri që s'ka marrë pjesë në tendera, po ka marrë për Cobu, ka marrë këto fabrikat e mëdha, privatizimet me kë i bëri? Se s'kishte këtu kush të merrte, erdhi ky. Se po ta shohësh që media ka ushtrie me mendje të madhe biznesmeni edhe i mori, po është vetëm ajo që e ka suportuar protestën që nga dita e parë që rrin gjatë gjithë kohës lave edhe sot që po nuk ka shumë interes për mediat e tjera. Po ishte për Irfanin, unë deri aty nuk shkoja, mbrapa protestant atje. Ti e di çka ka atje. Deri aty nuk shkoja. Po unë mendoj që ata moment caktuar e pan që ka një zemërim, u derdh kupa e duan të menaxhojnë zemërimin e popullit. Por ne këtë zemërim duhet ta kthejmë në institucion sa më të pastër. Edhe të dalin idetë si duhet, të rihen mendimet, edhe të bashkohen njerëzit, duke u njohur me njëjtë të bashkohen. Se 62 protestë janë sa për 60 vjet në qetësi. Pra aty ka ndodhur shumë ngjarje, disa janë pjekur, janë maturuar, disa tregojnë që nuk janë për atë punë, tani ka dalë koha dhe skarcojnë, le ta lëmë tregun e lirë. Pa ata do bëjnë, të lënë tregun e lirë atje. Pra të jetë një lloj rregulli brenda asaj lirie. Pa u kthyer mbas në anarshi, po jo të kthehet edhe në. A është protesta sot ajo që ka qenë ditë e para? Po tani, unë kam marrë aty minimumi deri në 18, besoj ka qenë 18 qershor. Ka rënë si temp, po prap nuk është pak, në 61 ditë, do të me kuptu, me njoft. Doja që të mbyllej kur protesta, pa arritur fitore, pra këtu është sekreti. Ta i fitore. Unë mendoj që fitore parë do të ishte njëna e gjithë qijave, është pazari politik, i cili është institucionalizuar me kodin zgjedhor. Tani, a janë që se kuptojnë, që duhet kishte rënë ky kod zgjedhor, pra duhet. Për këtë që nuk e kuptojnë, për politikën apo për ato protestë? Për protestë. Okay. Apo janë që s'duan ta kuptojnë.
Pra kjo do të ishte kryesore. Kjo ishem gjitha domethënë. Po të gjitha. Pastaj organizoheti, atje ke mundësinë. Vazhdo kërko. Jo, ke mundësinë edhe pse ka shumë rrymë. Aty shef to partitë e vogla, aty shef nga PD-ja që vinë si protestues. Kjo mënyrë Kjo nga PS-ja që vin prapë si shiko, ai që ka bërë dallimin është që kanë ardhur këta, ke edhe fëmijë policësh, prandaj duhet matur mirë dhe kur i ofendon policët atje. Eksakt. Ke edhe fëmijët e PS-s, edhe një nga analizat që ka bërë PS-ja, që unë jam në dieni se mi kanë thënë vetë, ka qenë kush është arsye pse dalin fëmijët e socializmit protest. Tani ta po i bëjnë pyetje vetë, se dhe tani kanë parë nga lart. Edhe asaj si parti ka kohë që i ka munguar jeta politike poshtë, as i ka pyet njëri jeta poshtë. Eksakt. Vinë orëtimet nga lart me këta dërgues të qarqeve të tjerë, ata do ndryshojnë besoj organizimin e tyre. Kjo do bëjë ndryshojë edhe PD-ja. Ashtu. Pra, këta kur vin protest, mbase organizojnë, sigurojnë që partia e tyre të rregullohet nesër, pra ka arritur një qëllim. Kështu i një PD-s. Po është dhe ai PD-s i sinqert kur ti thua Rama në burg, Berisha në burg, duhet pa. Pra, aty ka pasi edhe i kushti. Hajdeni, po duhet jeni me këtë kusht. Me këtë kusht. Se Rama thot duhet të rregullu PS-ja, po mund të jetë i pjesë e PS-s që thot duhet të rregullu Rama, jo neve. Tani, hajde gjeje tani, ata do ta gjejmë njëri tjetrin duke u ballafaqur me këtë realitet, se kur ta shohin që nuk e menaxhojnë dot, do thonë, po tani se duke u fshehur vërtetës, duke minimizuar ato që është rëndësishme dhe zmadhuar ato që është pa rëndësishme, ne pa po gënjejmë veten. Kështu që protesta ka një shpirt instinktiv brenda që për momentin është më e fortë se sa maligniteti që mund të ketë dikush për ta manipuluar. Deri tani protesta ka mbijetuar këtyre mizanskenave të llogarive që kanë këta që duan përfitojnë nga protesta. Se ne ata janë pa një orë nuk u çuan për ata. Çfarë ka bërë që ka mbijetuar? Se akoma nuk po shohin. E para njëherë kanë vrarë frikën shqiptarët. Të kemi thonë kaq kohë. Edhe pa filluar dhe kur filloi e ka një fitore protesta. E dyta nuk po prezantohen gjithë dakord të e thamë, e s'po e përsërisin, po nuk kanë fituar. Edhe nuk mund të ulesh pa fituar. Pra, do të jenë ky kod zgjedhor që mendoj unë, pra disa gjëra që bëhen. Duhet të jetë ligji për administratën, një rregullim të kodit punës, pra që nuk i them kot, se njerëzit nuk dalin më në protest, që e pa drejt nga puna, të quhet shpërdorim të tyre, të jetë dhe vepër penale. E të mbajnë kusuret dhe ato gjobat që vë gjykata të pagesa dhe shpërblimet për që pa drejt nga puna, ti paguaj ai që firmos. Se mund të urdhëroj një politikan nga lart, po e firmos ai atje, qoftë ministër, qoftë administrator, apo ta diu çfarë, ti paguajnë ata. Se nuk i kemi vajtë e shtëpia, ke mami, ke babi, ke gruaja, ke burri. Jemi në punë në shtetin tonë. Po qoftë pa drejt nga puna edhe kur është në privat. Se privati lidhen politikën e të këput, po te i thotë se ka thonë ky politikan, s'kam çfarë bëjnë. Edhe ai ta paguaj. Kur është pa drejt nga puna ti i shkatruar një njeri. Edhe vin tjetër një njeriu, dhe psiqikisht, ta paguash më. Po ne shqiptarët është e nevojshme që ky ligj të jetë më i veçantë se sa ka Europa, se kështu janë specifikat këne. Edhe pastaj tym por investitor strategjik. Te kjo do e dili 21 24, ky po lakohet shumë aty edhe me qëse dole kjo Europa. Edhe për zonat e mbrojtura. Pra shumë rëndësishëm ky ligj? Po shumë rëndësishëm. Po jo, ligji thuhet s'ka fuqi pravovepruese, por nëse ne kemi disa ai ligj ka qenë palishëm, se këtu është fundi i një sistemi. Kur palishmëria bëhet ligj me forcën e kartonit. Tani ky ligj duhet bërë ligj apo jo? Ka diskriminim më të madh ty investitor strategjik të jep të gjitha pasuritë e vendit që më merr dhe mua, edhe unë nuk kam drejt konkurruese. Ti këtu mezi bën ato me milimetra hapet e tuaja drejt një progresi. Ai investitor strategjik ka dalë ky tjetër tani. Po merr ai 1,5 milion metër katror tokë, i merr me e firmë, me €1, i merr dhe për 35 vjet e përsëritet. Domethënë edhe mbasi kanë vdek këta zullumqtarët, vazhdon dëmi aty, ta lë litarin jashtë.
Jo. Këto duhet ketë edhe një mënyrë se si të rikthehet mbrapsht ajo që është marrë. Pra, unë kam parë parlamentin e Kongos, është mbledh parlamenti, shumë kontrata që kanë qenë në disfavor, se këto janë format e kolonializmit të ri, me marrëveshje ekonomike, të pabarabarta, pa dinjitet, të kthehen mbrapsht. Ne mund mbledhim parlamentin nesër, po a bëhet tani me këtë parlament? Atëherë e protest mund të konkludoj që Romeo thot, kush mendon si unë, hajde të mbledhim firmat, bëjmë forcën tonë politike. Altini thot të punë. Gent Progni bëj partinë e tij, ose bëjmë bashkë. Për tani njerëzit do të lënë të flasin, kuptohet, ai që është e tepër do ta nxjerrë koha vet jashtë, ka dhe budallën dhe psikopat që s'kan as fjalorin e dur, pas mesazhin e dur, edhe nuk janë për atë punë. Po tani kjo është fryr lumbi, kanë nxjerrë gurë për pjetë, edhe protest, domethënë. Po thelbi nuk duhet prishur thelbi, domethënë. Kështu që mendoj që ka kohë të korrigjohen, jemi në kohë të korrigjohen këto gjëra. Kjo ngjarje Poliçani që ishte dje bërë bujt madhe për djegjen e kartave të Partisë Socialiste dhe ndërheqja e kryetarit të Bashkisë Poliçanit, që tha unë jam i popullit dhe jo i partisë. Si e pek televizjes, si do duk? Edhe kjo është pjesë rezultati i protestës apo është një lojë nga vetë Rama, qeveria? Jo, sot nuk është lojë, është patjetër, më shikoj tani. Mund të jetë diçka e pastër po. Edhe këta mësuan. Okej. Ne deri tani pam që protesta ishte në Tiranë. Kur u prek interesi tyre, panë që, që kanë ata vëllezërit tanë atje në Tiranë që përçohen? Këta mirë mbushën kupën Tiranë, thotë ai, po e mbushën dhe këtu. Po na heq këto shërbime, po na çon berat, ndarje krajinore në lidhje me shërbimet ne i kemi, kanë qenë den babaden. Duhet, unë nuk e mendoj që mund të hiqen gjitha bashkitë kështu. Duke qenë shërbimet, sidomos zonat e thella, i vërtet për momentin kanë hikur njerëzit, po do kthehen. Dhe ka shumë që po i kthehen tokës tani. Pra kur kthehen mund ku të gjej shërbimet, për shërbimet vogël të normalit. Kështu që ajo është pjesë për të kthyer. Ne edhe shkollën edhe me 5 veta dikur e kemi ruajtur në zona caktuara, pra kanë pas një lloj logjike gjeografike. Ka ikur shkolla, ka ikur veterineri, ka ikur kjo, ka ikur ajo. E kërkon pasaj pse nuk punohen to, po kemi resurse në ato. Një njeriu lodhet me Europën, lodhet ajo ëndra europiane plotësohet, po mbushet i lloj kupe, edhe kthehet këtë toka të parëve. Po kjo tokë, se ne marrim thjesht, kjo është amanet, kjo të thret. Çka ka poshtë në tokë? Eshtrat e të parëve tanë. Janë miliona, 100 miliona, se më shumë kanë, pse themi ne iku me të shumtë kur ndronë jetën dikur. Kjo tokë prandaj është amanet, nuk është kollaj, që edhe kur e bën pazar dhe kur e fal etj. Është zemra që kjo se ta kanë dalë mbi partinë e tyre, është padrejtësi, kanë dalë mbi partinë e tyre, po pushka top i bëhet. Po çfarë është partia, një organizim? Sot jemi bashkë në këtë organizim politik, ne s'jemi. Tani është më e shenjtë partia apo besimi vendi, familja, apo partia. Hajtë më tepër kur shef që ndrohet partia si pas shefit. E merr nga partia tjetrit, shkon nga partia tjetrit, momentin që prishet pazari, ku sursi lën njëri tjetrit, e dyta ky është realitetin. Drejtësia është provë e madhe, edhe njeriu yt shumë i afërt mund të jetë objekti i institucionit drejtësisë. Do më është tani. Ati dhe zvoglojmë atë fajin, ti tjetër të të shohim me lupë. Drejtësia është provë. E gjithë kjo jetë është përballje drejtësi pa drejtësi. Ky është thelbi. Ja për që s'pasa shumë rëndësi, a je demokrat apo socialist. Dhe sidomos ku një pjesë jo vogël e popullit nuk e sheh veten në këto të përfaqësuar këto dy grupime, sa unë ato kam parë. Aty ka njerëz të papërfaqësuar, të cilët nuk e gjejnë veten më, edhe s'ka më shpresë që gjejnë veten ke pazari politik Rama Berisha, domethënë. Një pazar, domethënë, bajat, tek i cili vetëm një i poshtër ose një idiot mund të flasë më që ka shpresë, që mund të gjejë veten e dinjitetin. Por
Këto nuk mund të luftohen pa një qasje të re. Pra, po o kryua për brenda ai njeriu i bindur me një qasje tjetër, se me të njëjtat mënyra, pavarësisht që ndryshojnë i bie emrit, po kur ketë njëjtën qasje, të njëjtën ligësi si ata, thjesht do ndryshosh emrin, po jo dukurinë. Dhe kjo pjesë duhet të largohet nga protesta. Të doja një qëndrim dhe një shpjegim tuaj për sa përket reformës territoriale. Ndoshta e prekëm pak në formën, si thatë që edhe një shkollë me 5 veta ka rëndësinë e vetë. Besoj ajo është, nuk ka atje. Shqiptarët zakonisht njëjti mal ka qenë, ndryshe ka qenë veshja dhe ritmi i valleve apo muzika në këtë anë të malit ndryshe në krahun tjetër. Pra, ka larmi, një popull kaq i vogël dhe ka shumë dëshmëri veshjesh popullore, vallesh etj. Kështu ka qenë administrimi, i ka lidhur diçka dhe është krijuar mbite ku janë këto qendra të administruara. Unë do doja, duket si thënie e thjesht, të ketë pavarësi dhe decentralizim pushtetit, jo varësi nga qendra. Pra pushteti lokal ketë standardet e të gjitha ke Komisionin e Venecias, ai të orienton si do të jetë standardet, ketë pavarësi pothuaj totale. Dhe banorët e zonës janë kryesorët të cilët do të vendosin për të ardhmen e tyre. Dhe jo e gjen veten që ka vendosur dikush nga lart me firmën e investitori strategjik, ndryshon fatin e tyre në tokën e tyre, të parëve të tyre, ku ta diun etj etj. Pra ka në një vend botës të tillë ndërhyrje nga pushteti qendror. Investitor strategjik që mund të ketë lidhje rast i rrallë dhe mbi qeveria mendohet që ndër bëhet palë me komunitetin, se kjo është jetë në demokraci, këtë decentralizim pushteti. Në Amerikë, për shembull, nuk vendoset njeri të bëjë një fabrikë nëse banorët thonë jo, nuk ka punën që arrin atë punë. Pra do të jenë pavarur, gjithë bashkitë duhet të ketë një përshkrim të saktë dhe një analizë saktë çfarë strategjike, mund të themi mbrojtja, mund të themi mbase edhe një shkollë, kështu. Vizitor strategjik, turizëm, jo pse ky turizmi do na bëjnë llogarinë na sjell para. Mo për his na ka sjell para. Na ka shtetuar jetesën. Edhe hapja ka shi vendeve zhvilluar në këtë mënyrë është ndaluar me ligj në shumë vende. Se ne na është rritur kosto e jetesës, është bërë pamundur tani të bësh më lirë bën pushime me gjithë avionin që paguan në Turqi, sesa në Bregdetin shqiptar. E dyta në çmimi ushqimeve, çmimi i pronave, i apartamenteve, është bërë tani mollë ndaluar të blesh shtëpi jo, po një shtesë dhome, 8 veta të sapërlohen shtëpi për ta blejë dhomë më tepër. Si ka mundësi që në zonën ku jam unë është trefishuar çmimi i apartamenteve, ndërkohë që ka 7.000 apartamente bosh. Kush është faktori kryesor i rritjes të këtyre çmimeve të pajustifikueshme? Paraja e pisët i vjen nga jashtë. Fakti që ka rënë euro, ndërkohë që ne s'kemi prodhim. Rama tha që është forcuar legu, nuk e di, e patët e deklaratën e tij. Unë jam Romer, nuk jam Rama. Jo, po na bën për budallëj, do ka qashiqare, do të thotë kryeministri i parë i këtij vendi dhe të thotë që është forcuar legu, prandaj që shiko, fakti që të fuzë ka shumë euro në shtëpi edhe me ato euro ti nuk bledh asgjë. Tani shqiptarët që sjellin nga kursinat e tyre që punojnë jashtë, çmimet rriten, rrogat nuk rriten me ata hap. Nuk e shifet bilanci eksport-import, është akoma negativ, pra më pak eksporte, më shumë importe. Ose po thuaj se fare... Po mirë, edhe nuk e futën prodhim. Tani zëri një kryesor ka ngjerur turizmin. Ne kohë që ne mund të ishim... Edhe Kanye West. Kanye West po gjoj sot një shpjegim të Goxhës sot për Kanye Westin që na solli shumë të ardhurat dhe me atë kemi bërë lëvizje më të mirë, që kemi dhënë 4.2 milionë euro për të shpëtuar koncertin e tij, se kanë bërë llogaritje, tha se kjo ka sjellë shumë të ardhurë në Shqipëri. Tani po të mblesh, unë do ta jap më po ta marr vesh. Me që jo kam bërë diku një analizë tillë në një televizion tjetër. Pra këtu janë disa miliardë që kanë hyrë parat pista.
a janë para korupcioni, a janë para narkotrafiku, a janë para call centrash, që është i kanë ngrenë vete. Pra, ato që fushin dhe remitancat që fusin njerëzit tanë, nga jashtë, nuk kanë ndryshuar. Se po të se do të ndryshon të si remitanca, do thonim që dakor, shqiptarë punuar më shumë jashtë, sollën më shumë, edhe tregu ka bërë që ka sasi më të mëdha eurosh, edhe i bie vlera euros dhe rritet vlera lekut. Nuk është kjo. Remitancat janë po aty. Nuk kemi prodhim. Kur hynë në prodhim, pra, ne mund të hynim edhe në IT, siç është Estonia, që një pjesë të madhe të GDP-së saj ka të bazuar në IT. Nuk e kemi asë, ne kemi vetëm turizm, shërbim. Prodhimi bile në ca momente ka rënë. Në bujësi, duhet ishin bujësi, duhet ishin peshkime, tjerë. Ne nuk i kemi të parametra. Pa kanë hyrë para nga jashtë, po të regojnë që po kapin tonelata dhe këtu po betonizohet paraja. Pra është një lloj bankerizimi. Nuk po çohet në bank, po ndërtohen beton që ti kenë atje. Edhe kjo do ketë firën për ta, po njëkohësisht po në rritë kostën. Po dëmton këta që janë prodhues që nuk arrin dot që me paran që bëjnë këtu, duke shitur, të blenë në lidhje me euro që sjellin këtu. Pra nëse kishin më fitim, kur vinin me euro të tani s'kan fitim, se u ka rënë me 30%, nga 1400 në 900 që ka vajt, 920-30, me parat vjetra po flas. Pra, gjithë ky bilanc tregon që edhe pse ndërhyjnë banka duke hedhur euro duke e blerë eron e tjerë, prap nuk rregullohet. Tregon që ajo që ndërhyjnë banka është më e vogël se ajo që vjen nga jashtë. Dhe këtu sa që vjen një fluks nga jashtë, tu bie euro. Tu, pra, nuk është normale. Edhe ne mund të flasim me një tjetrin këtu, po sallarat që janë jashtë, po sallarat e paras, ata e din shumë mirë. Dhe paraja është shumë sensibël, thuhet. Edhe ka shi klimës, jo më ka shi luftës, se ka shi këtyre problemeve tjera. Dhe ka një vëmendje të shtuar dhe nga inteligjenca botërore, nga shërbimet ndryshme, se si po luhet me këtë para. Tani këto janë për konsum të brendshëm. Ai ta themi, pavarësisht sa do e besojnë njerëzit. Por ne që jemi në kontakte të ndryshme, e kuptojmë që kjo nuk ka vlerë për ne. Ne tani hajde të themi diçka më të saktë, se po u morën me grepin që lëshon njëri apo tjetri, në fakt kemi deviju. Exact. Njerëzit le të besojnë tani, kush ka drejt? Ka drejt Romeo apo ka drejt Kanye West? Kush ka drejt? A është kështu, siç po themi ne, në një kohë që ti një firmë e caktuar prodhon qindra apartamente edhe nuk falimenton dhe pse nuk i shet ato. Ne presupozohet që ky biznes të mbijetoj duke shitur. Ti kesh në Tiranë gati 7.000 apartamente bosh dhe çmimi i shtëpiave ka vajt në qell. Ky është nonsens. Pra, ato janë para të cilët janë depozituar atje. Po jo në formën e paras, por në formën e betonit. Dhe po të shohësh origjinën e pronave, që nuk e bëjnë noterët, që janë një pjesë e madhe e kësaj mafie, i këtij krimit organizuar, e avokat bashkë e tjerë, bëjnë transaksione pa vërtetuar origjinën e pronës, edhe parave. Tu janë qindra miliona në muaj mbase që hyjnë kështu, në vite miljarda. E dyta, ne kemi një ekonomi jo formale. Mund shkojnë 20%, mund shkojnë 50% edhe më tepër. Shumë e rëndë. Pjesa jo formale e të rreq me vete gjithë ekonominë. Edhe duke qenë që njerëzit po jetojnë tani u mësuan të jetojnë në formalitet, duhet kujdesesh të mos bjerë dhe ajo se me do kemë probleme ekonomike njerëzit. Në fakt, ti ke gati 3 miliard në vit, i ke euro, i ke nga lojët e fatit, që nuk e formale. Këto para, kur hynë qarkullim. Përzije me para? Këto djeti do të godasin euron. Do hynë qarkullim ato, ku do shkojnë ato?
Po ka që më tepër mund të kesh nga call center. Pastaj flasim për trafikun, pastaj para e korrupsionit, por këto janë më shumë të momente si volum se korrupsioni. Se korrupsioni ka përveç bakshisheve, po marrim edhe lejeve që jepen nëpërmjet bakshishit dhe rushfetit, ne kemi tendera çdo vit nga 1 deri në 1.2 miliard euro. Pra, ky është buxheti jonë. Llogarit që deri 3%, mos them edhe më tepër mund të vidhen, po këto, pra ke korrupsioni janë disa qindra milion që vidhen në vit. Po këto që janë miliarda. Se do të hynë më shumë që të ndodhi ky destabilitet, që nuk e mbajnë dot më tani. Se janë shqyrë ato digat pritse që ka sistemi financiar edhe ligjor, edhe të nisë për mbajnë dot më. Po i para gjithandej. Do duhet të kaloj pak tek rasti i shumë kërkuar, le të themi të kohët e fundit, që kërkonte edhe Spaku, ndërkohë që kapet në Francë, i Ermal Beqirit. Meqenëse se janë korrupsioni, ki paraje, pistë, që deri ku ky personazh i ka përfshirë gjitha këto. Ky personazh që unë nuk e kisha di përpara se kam njohur, është interesant se personazh që ka pasur qenë përfshirë edhe tek video e Metës, edhe tek skandali që ka ndodhur te taktimet e tjerë. Pra, pas ka krijuar në kohën e dur, ka bërë shërbimet e dura, ka krijuar lidhjet e dura, edhe tregon se ne nuk kemi as certifikimi më minimal, kur në vendet shumë të rëndësishme kemi lejuar të kapen nga njerëz të cilët, se unë ta kisha ditur për shkakun që ky person është një nga ata që ka referuar që video e Metës me Titan Prefin është e prekur etj. Në kohë që siç thuhet specialistë tuaj kanë thënë është origjinale. Mund të ketë një shkurtim, po jo që të ketë ndërhyrë zëri, nuk përputhet zëri me të. Unë mendoj që ky është një njerëz që bën çdo gjë, domethënë. Se s'ka qenë vetëm, ka qenë edhe 2-3 tjerë. Ata e kam takuar, ata tregonin një lloj pishmalliku, kur kemi folur. Jo po na imponuan, na manipuluan, se s'kemi thënë tamam kështu, po kemi thënë kështu. Dhe u përdora video që të mburre Meta, pastaj në gjykat lart, thoshte fitova 5-0, fitoi drejtësia. Në një kohë që doli me zë e figurë i korruptuar siç është. Tani ky njeri i këtyre shërbimeve pas e qenë. Ne duhet kemi një lloj standardi sigurie për shumë aspekte. Tani, a ka gisht ke manipulimi timsit? Si thuhet, pra njerëz se këti pas kanë hyrë në detyrinë e policisë edhe kanë bërë këto. A ka gisht ke sulmi që është bërë Akshit dhe i Albanias, ke dhënat që na dolën deri ke shërbimi sekret. Të gjitha dyshime mund t'i kesh tani. Tregojnë që ta skrupuj nuk kanë, cip nuk kanë, kufi nuk kanë, teorekset e tyre, pa duhet pa më thellë tani. Se nuk kanë brirë dhe këta që merren me spion liqe, me pjesliqe. Duhet parë tani. A ka bërë një spion lik atje u ka vajt? Se mori malli këtë, dali nga fsheja, të hybi tani dali... Për te korrupsionit u shkon tradhtipës. Po, pandaj korrupsioni është tradhti kombëtare. Shofësh gjithë korruptuar shqiptar flirtojnë me Rusie, me Iran, me Kinë, me çfarë duash, me lindjen. Se ata nuk kujdesen për sistemin, ata kujdesen për pushtetin, jo për ka një sistem tjetër. I vetëm sistem vlerash, pavarësisht që të gjitha po ndodhin, po paktën ku krimi dënohet, kur zbulohet, janë ky sistem ku ne po jetojmë. Po dhe edhe në Kinë korrupsioni është tradhti. Kur e kapin bile dënojnë me jetë pëse. E paguan rëmë. Se dhe atje nuk kanë ngopur. Janë disa kryetar bashkie që kanë vjetë nga 20-30 miliard dollara, euro, apo franka, nuk ka rëndësi. E pound që i bëjmë bashkë ata, dhe flori bile. I mbajnë gjendje atje. Që atje e pagu me jetë dhe prapë babëzia për para të bën të rrezikosh. Kurse këtu për mua është tamam tradhti kombëtare korrupsioni, duhet trajtuar si e tillë. Se këta njerëz tradhtojnë, realisht tradhtojnë, përveç kanë tradhtuar besimin në interesat e tua. Edhe kanë gryer sistemin.
Po këta dhe lidhe me të huajnë. Se këta po të shpëtuar tani nga burgu, këta janë gati të shërben kujdo. E çuditshme që ka guxuar, ka vajtur në Francë, ka bërë atë që ka bërë atje, duke qenë me 1001 probleme, dhe nuk vajti në një vend ku dhe ekstradimi do të ishte më i vështirë etj. Pra ai e di. Unë për mua e shes si qëllim të shkuarën e tij që ka shkuar në Francë? Diçka e pashpjegueshme për një njerëz që është në hall, ose kur ka ikur që këte e kanë siguruar, domethënë që të shkosh tani paratë shqiptarëve t'i gëzosh kështu në mes luksit, se fshihet dikush edhe kur rin nga 20 vjet pa e kapur, thon tani vetëm për jetën e vështirë që ka bërë, zëra se ka bërë dënimin, po se ka dhe parashkrim të dënimit. Shumë ka dënuar 20 vjet, kalon 20-25, thotë ai. Qoftë për vrasje. Ky u fshe, vuajti vetëm atë, e bëri një autoburgim apo ja mori vetë sa drejta, po këta rinë në mes të luksit tani. Ky është dënim më i madh. Po si është rastin e Spakut me këtë çështje konkrete me Ermal Beqirin dhe që është kapur nga shteti francez? Nuk jam dijeni të detajeve. Qofse ka një koordinim të mëparshëm, mirë kanë bërë, po a do të ekstradohet të vit të marrin dorë drejtësia shqiptare për këtë korrupsion që niveli korrupsioni që ka bërë Shqipëri? Ai do tentoj të mos vi. Patjetër. Se nga kapi atij besoj shumë persona janë pa gjumë. Ata do donin të kishte rënë me gjithë avion, po. Ai se këtu ka shumë vepra penale të rënda, deri ke pengmarrje e tjerë. Korrupsion në mënyrë përsëritur e tjerë. Pra, dënimi do të jetë i rëndë këtu. Po pengmarrja dhe krimi organizuar që ka bërë me policinë, me gangsterë, me tjerë që kanë marrë penga të Geron Meçën, ajo është e rëndë. Edhe kështu që shto korrupsion, shto pastim parash e tjerë, 20 është pak. Ai do të mos vi. Ata do duan që ai të mos vi. Edhe ai do dojë që të mos vi. Se ka bërë pazar me burra zamani. Pazar me pazargji kanë bërë. Ditën kanë bërë në kampir, por natën kusursi dhe njëri tjetri. Kështu që do ketë bëjë dhe me gangster që i kanë përfshirë në punët e tyre, me politikan, me polic, me tregtar, me ku ta di unë. Ai do luajë kartën që besoj që luhet të raste të rrezikimit të jetës apo të politizimit procesit që mund të quhet. Pra ka 2-3 pika për cilat mund të shmanget ekstradimi. Këtë gjë ka bërë dhe Arben Ahmetaj. Edhe ky në këtë rast mund të jetë një lloj Ben Ahmetaj. Shohim. Do shkojnë atë rrugë apo jo? E sheh më shumë që ta nojë pjesë e rastit Ben Ahmetaj. Tani e shoh 50-50. 50-50. Duhet pa ditur se çfarë problemesh do ketë këtu si person me ligjin që ka të rënda, me persona të tjerë që nuk njohin kaullta, them që sa më shumë të ri izoluar atje, ka 40 ditë kohë ekstradim për të bërë, besoj ka aktivizuar avokat. Po shohim çfarë do zgjedhë. Tani jemi mes një trekëndshi ku qeveria vazhdon akoma me ato projektet e veta, siç tham, kjo do na sjellë këtu turizmi tjetër, Keni Westi do na shpëtoj, do na bëj me gjithë këtë propagandën e vet, domethënë. Kemi prej 2 muajsh protestën dhe kemi pjesën tjetër të trekëndshit të drejtësinë, Spakun. Si po i shohin gjërat, si po qarkullojnë, pra qeveria që vazhdon ndoshta me projekte me propagandën, por këtë e kemi këtë çka shohim rasti Ermalit, rasti Arben Ahmetaj dhe shumë raste tjera të skandaleve dhe korrupsionit. Kujt Ermal? Ermal Beqirit. Dakor. Që po flisim tani, edhe shumë korrupsione të tjera, domethënë qeveria këtë na shet propagandë që po bëjmë gjëra të mira, ndërkohë që nga poshtë po shohim që po dalin her pas here vazhdimisht, domethënë këto skandale që po plasin korrupsionet. Kemi protestën që po bën te presioni vet me të mirat dhe me të këqijat, me mangësitë e tjera. Dhe Spakun, pra kush nga këta po lëviz më shumë në fushën e vet,
Kush po dominon më shumë? Korrupsioni, protesta në presione vetë apo drejtësia që po bën? Shiko, besoj që te unë ke parë një përkras të drejtësisë edhe në të rastet të spagut. Jam i paknaq me punën e spagut nga dhjetori deri tani. Kështu që po e mbyll shkurt. Edhe bërë mirë të pastroj vetën dhe spagu, e të ribëj vetën. Protesta duhet orientohet drejt daljes nga egoizmi personal i drejtuesve, as organizuesve, se as drejtuesve nuk i quaj, sa akoma nuk janë figura politike. Janë njerëz që atë mikrofonin po e përdorin për kapital politik. Çfarë thot kapital politik? Për të fuqizuar veten politikisht. Tani, a je teknik? A je i fort? Që ruan ato karriget e tjera? Apo je lider dhe po flet edhe po kapitalizon gjithë energjinë e njerëzve këtu për të evidentuar si lider edhe tysh nesër pastaj të bësh dikushi me parti të reja, majtas, djathas, këta di unë, se këta e din tani, se këtu në Shqipëri çdo gjë shitet dhe blihet. Po e lëm me këtë pjesë. Dhe më shumë që ka hecur deri tani dhe që po i luan themelet dhe po din të ecin do të jetë protesta. Dhe spaku ishte në gjumë fare. Pa ka lëviz diçka nga spaku? Po, aty nuk janë këta se t'ja din për nder. Ore, jem punë, bëj punën. Kape ministrin, flagrancë, kryeministrin, presidentin, kur i kem flagrancë i kap. Po ç'a dini, me ç'a merren këto? Pra si ballugut, ku ka ngecur? Po nuk e di se ku ka ngecur, ato e din, se nuk i kam unë. Aty janë 9 BKE, po s'ka më e këtë gjithë. Në çdo tender që shkojnë ta kapin vjedhje. Pse shkojnë ta? Edhe thot duam kallëzime. Kallëzime që pëlcasin ti them. E të them kryetari i strukturës. Po sa i tha? Çka kallëzime do ti? Shko merr fondet limite që i ke për te çdo dyshim të arsyeshëm i ke manipuluar. Ky telefoni im bën 500 euro. Ta kanë vu 10.000 euro, 20 fish, se kështu kemi dhënë të tilla. 5.000 euro, 20.000 euro, shko kape, që aty kape. Nuk ke nevojë të shohësh procedurën, se mund të bëhet rregull procedura pasaj. E dyta, këta që merren prokurime, ka një pasuri të pasifikuar, ka një jetë që nuk e sifikojnë dot. Se mirë, rregullohet rroga dhe i bleket i 200.000 lekë të vjetra në muj rroba. Po s'mund blesh makinë, s'mund blesh makinë burë grua, s'mund blesh shtëpia, e nuk mund bësh pushime çdo javë jashtë. Për kapi, për të punje, dhe zhboje, merr një institucion, zhboje të gjithë, edhe ai që ka marrë pjesë prokurim, edhe ai që fshihet pas tyne si administrator, edhe ai tjetri, shkrije këta, merr dhe pasurinë, kërkojnë ndryshimet ligjore që duhen, zeroje pasurinë, se ato i kanë pas me rrogë, i kanë ngrënë, i kanë dhjerë 100 herë ta. Nuk ju del më për të bërë shtëpia. Se ku jemi ne? Ta di matematikë më shumë se ne. Edhe pastaj bëj shembull. Se frika e ruan vreshtin. Unë shoh që nuk e ruan kush për spakun. As e kanë frikë fare. Të ri aty të më mërisi ai. Bë si ku mendohet. E të i shofi, çfarë i thot Fatmin Xhafa. I të thotë shqiptarëve, ne duam të ndihmë. Nuk janë atje për vetëm për të marrë rrogën. E mos bëjmë punën, se kur s'bën punën na pengon. Na hyn hak pasaj. Hyn hak drejtësisë. Se mbi spakun mbi ligjin kemi edhe ne drejtën e Zotit. Kështu që unë e them me gojën plot, këta e kanë fajin që janë kaq të rima politikanë sot. Edhe për mua, me inaktivitetin e tyre, dashje pa dashje janë bashkëpunëtorë. Të drejt për drejt, fare kështu, të drejt për drejt. Po i shohun dhe surretit e tyre ku i shoh në rrugë i takoj kështu. S'përdrihen ku shohin se thon ky është një rast i vështirë. Çka kanë bërë? Unë kam bërë gjërave cop.
Kam qenë krah tyre në shumë momente dhe i kam mbrojt. Të mos ta mbrojë Dumanin, të mos ta mbrojë Elena Gjokun, që është gjyqtare, nuk është e spaku të rast. Po si datën kur tjetër nga sërmu. Dhe i kanë mbrojt se kanë menduar që kanë drejtë, kanë nevojë për një mbrojtje. Po çfarë të bëj? Të mbroj inaktivitetin e tyre? Po jo, më nuk e bëj të punën. Se tani u bë kaq kohë. Aty duhet punohet 10 persona duhet shkojnë në ditë, se kështu është gjendja. Po, në varësi të gjendjes ku Po, jemi. unë shoh, këtu vjedhet hapët, e sarruan kush fare, tendrat i bëjnë hapët, deri te KPP-ja janë shtrirë, bile ka marrë guxim politikanët tanë, kemi raste më urgjent tani, do bëjnë ligjin, që me anë të ligjit që është propozuar, të hiqet e drejta e kontrollit shtetit, të kontrolloj Bankën e Shqipërisë. E drejtë që ka dhënë kushtetuta. Banka mund të jetë e pavarur, unë kam lexuar gjithë drejtën europiane. Të jetë e pavarur në politikat monetare të kursit, që s'po e mban dot euron aty ku duhet. Por jo për shpenzimet e ndryshme operative, për tendera, për makina, e për një lloj për kontrollin e brendshëm se si ka pas performancë etj. Pse? Institucion kushtetues, në bazë në 161 kushtetues është banka, institucion kushtetues është kontrolli i lartë i shtetit. Është kontrolli suprem, dhe jashtë është gjykatë llogarie. A mund të jetë banka e pavarur dhe të mos zbatojë vendimet e gjykatave civile, administrative apo penale në Shqipëri? Jo. S'mund të thuash ti ka imunitet penal banka. Po kjo është po gjykatë llogarie. De facto në disa vende është gjykat. Ne kemi akoma kontroll të lartë shtetit për organin suprem i kontrollit ekonomik financiar. Atëherë edhe kësaj nuk mund të shmangësh. Një kompetencë si ta jep kushtetuta mund ta marrë ligji, nuk lejohet. Kjo quhet piratëri juridike. Nuk ndihen shqiptar. Se s'kemi edukatën e duhur çdo tot të ruash institucionet. Ke ruajtur drejtat tua, garancitë tua. Pra, ne kishim vjet në të kohë, 2 institucione që ishin deri diku rentabël. Spakun kontrollin e lartë shtetit, spakun e mping, e vun gjumë, i arritin qëllimin me mbarimin e mandatit kryetarit strukturës, ai tani na bën nëna një duman tjetër. Edhe këtu kishim një lloj dumani, llojin e tij, siç është Arbensheu, njëri i nderuar edhe i devotshëm në punën e tij. Çfarë ti bën tani? S'kem që bëjmë Arbensheu tani, hajde i japim imunitet. Edhe për arrestimin guvernatorit, po heqim dhe strukturën e bankës, si strukturë, ta heqim nga kontrolli i lartë i shtetit. Çfarë frikë kanë ta? Si ka mundësi këta të dalin nga kontrolli? Po gjithë institucionet në këtë vend, edhe në Europë, në demokraci, janë që kontrollojnë njëri tjetrin. Pra, dytë ka dhënë kushtetuta. Ku ndërhyet kushtetuta është themeli i ndërtesës ligjore që kemi ne. Ne shqiptarët jemi mësuar që hym këtë themeli e gërmojmë, e dobësojmë. Jashtë ka mendime kushtetuese, po duke forcuar themeli. Pra e kanë të i lloji tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kanë bërë tani në verë, kanë lënë afat diskutimi që nuk është bërë fare nga 15 korriku deri 12 gusht. Deri tani jemi 31 korrik sot, s'ka asnjë diskutim publik. Çfarë po ndodh? Unë e shoh me shqetësim, pse e dyta kam punuar 4 vjet kontroll të lartë shtetit. Kështu që e di dhe pse duhet bërë punë. Dhe kam marrë një edukatun, unë që jam më i përmbledhur më kështu. Se sa do që të bësh letra, unë edhe me nuhatje kam gjetë. Aty ku kam parë letrat më të qepura, aty kam dyshuar, ta them dhe konkretisht. Letrat dukeshin në rregull. Dhe personi që ishte bërë po më shpjegonte, me të më po mbushte mendjen. Ndërkohë që lexoja, dëgjoja veshin tim zërin atij. Ishte një kanal, një kështu. Dakor tash unë tani këto letrat mirë pas tash. Me këto letra në dorë do ikin shohim kanalin tash. Isha në komunë. U zverdaj. Se me letra ishte kanali, po në të vërtetë dhe amase kanalin, të gjatë, të gjërë, të çamat. Këtu po duhesh
çmimet janë të rejtinguara. Nano ka hyrë në burg pse ka luajtur çmimi me shumicë, ishte më i lartë çmimi pakicë, i disa konservave, bizele, ku të diun. Edhe ka bërë burg. Këta duhet shkojnë, pa leku duhet shkojnë të. Ta në burg jetë trimër. Kush ka kapur këtë? Se këtu nuk e di cili Ta kanë kapur vetën e tyre më peng. Çfarë funksionon, se kur themi flasim për qeverinë, e ke nivele korrupsioni kështu, të papara. Flasim për drejtësinë, është kjo siç ka shpjeguar. Njerëzit janë lodhë dhe kanë dalë aty. Çfarë ke? A ke në rregull se këto para që vjedhen, këto 100 milion që them unë, 100 milion vjedhen. Nëse ti ke vetëm tendera ke 1.2 miliard në vit, minimumi 300-400 milion të janë zhduk, pa tepër edhe më tepër. Të janë zhduk, kanë ikur. Po 300-400 milion spitale, shkolla i ka rregullu. Po të formalizosh lojët e fatit, ke rregullu minimumi etik me 3 miliard. Bëj ti si shtet, o shtet pisanjos. Bëj dhe këto parat i majnë shqiptarët. Të poluën këto lojë e fati. Këto 3 miliard të ardhurat i majnë shqiptarët, menaxhoj ti, bëj monopol tëndin. Dhe me 3 miliard ti ke zgjidhur minimumin etik. Nuk do në dhe. Kaq. Se unë po t'jem, do t'a bëj këtë. Ta nuk do. Ja lidhur me një tjetër, me interes ekonomike, në atë që quhet band politike, kanë marrë pushtetin, me të kohë zgjedhor të manipuluar, që nuk lejon garën, për ne vërtem që ne dim çfarë ndodh, edhe duhet që edhe protestat të jenë në nivelin e pjekurisë të përgjigjet këtij momenti historik. Pra, në gjitha këto instrumenta, se do të dilë edhe ke parlamenti që është inekzistent fare, që shumicën e kohës tani se u mbyll tani janë në pushime, ka qenë pothuajse boshatis, gjithë karriget e parlamentit. Produkti i kodit zgjedhor vetëm shpresë është protesta që ka këto problematikët e veta. Shqipëria akoma nuk ka provuar zgjedhje lira të ndershme, barabarta, periodike etj. Që nga cili vit? Apo asnjë. Unë nuk di. Nga cili vit, se ka dhe kështu. Nuk ka qenë referendumi, Berisha fitoi në burg, por humbi brenda Shikut. Që Shiku nuk kishte kontroll, pra nuk di se a ka qenë Proçka në burg apo ka qenë brenda Shikut. Pra gjithmonë ka pas prekje. Edhe në të dyshin besoj me një lloj marrëveshje ka qenë. Se e morën vetë ta komunistët në 91-shin, e panë që nuk e shtynin dot, dhe kaluan zgjedhje parakoshme në të dyshin. Edhe me sa e do, me sa përqind. Por ne që të bëjmë dyshime kushtetuese, duhet 70%. Mo më aq merre. Pazar. Po. Edhe ata që bën pazarin, ata janë burg parët. Ka thënë dikush. Ramizi. Më ka thënë shprehje dikush tani jo ndoshta jashtë teme, por është prapë brenda temës. Po edhe me revolucionin që e nisëm me revolucionin francez. Pse është kjo jo teoria, nuk di si ta shpreh, që gjithmonë ato që janë aty në krye, po e marrim edhe rastin e protestës, do të jenë ata që do të goditen paret. Siç ka qenë në kohën e revolucionit që u pren kokat. Pra, edhe në rastin e Ramizit që ju tha tani hyri i pari. Pra këto që kanë qenë gjithmonë në ballë ose se ta hyj me garancira të tjera. Pse është hipokrizia dhe korrupsioni gjëra që ka një pazar të jesë që njihet. Kur Saliu ka takuar Xhani Demikelis, ka qenë një mentor çuku, ai ka vdekur në një hotel, nuk e di si ti. Edhe Nano e takuar në Trieste në 91-shin. Kam biseduar për këtë moment. Xhani Demikelis përfundoi në burg, ka qenë dhe Kraksi kryeministri i tij, se Xhani Demikelis ka qenë ministri i jashtëm. Kraksi përfundoi në Tunizi etj. Era garancia. Pati një lloj nxitje, se Nano të respektonte këtë lloj kalimin pushtetit. E sa diun Turgut Özal e nxiti Nano që ai kërkoi të bëte politik. Më globaliste për Turqinë, domethënë, të rishtrinte influencat paktën që koha e Bosnjës, që po fillonte kriza në Bosnjë dhe turqit donin të ishin pranishëm dhe këtu, dhe ai pasi partner për Nano. Turgut Özal ndroi jetë papritur. Nano kishte filluar protestat i bënda në atë kohë ke stadiumi Dinamo. Edhe Nano përfundoi në burg.
Pra, u prishin marrëveshje. Mbas u prish nga 2 krahët, por edhe garantët ikën. Tani nga ana morale, pra çfarë ndodh? Nuk ka pasërti, nuk ka hipokrizi, ka pislëk, ka kjo e nanës që ka i ka gjitha. Lezetin fund. Dënohet nano dhe apelohet të çohet në gjykatë lart. Dhe kjo ka ndodhur me nanën. Unë kam pyet një tuaj. Kështu, e po mirë tani t'ia shtojnë dënimin. Kur e shtuan dënimin pash që loja më madhe se mendoja unë. E shtuan dënimin. Pra edhe faktori ujë atë kohë ka qenë kundër nanës. Se po të shohësh, duke lidhur me këto, po të shohësh edhe rastin e Ramës, për shembull, në qeverinë e tij, gjithë njerëzit që ka pas në ministra më të afërt të tij, me Sajmir Tahirin, kohën e Sajmir Tahirit, Arben Ahmeta që ka pas edhe zëvendës kryeministër. Gjithë këto kanë qenë ato që edhe Balluku për shembull që ishte rasti tani që e kishte zëvendës kryeministre. Gjithë këto janë ato që u prejnë të parë që e kanë pasuar ose e kanë pësuar nga kjo gjë. Pra, nuk e vetëm kjo, tani këtu sistemi është i tillë që ka diferencë madhe. Ose edhe Rama me makro, për shembull jashtë. Kryeministri me ministrat dhe me zëvendës kryeministrat, ka diferencë shumë madhe. Mund të jetë zëvendës kryeministra, mos kesh asnjë vlerë. Ne kemi pas zëvendës kryeministra që ai si ka pyet fare. Tek qeverisat autoritare, zakonisht funksionon kështu. Duhet të ruhet sa më gjatë figura e kryeministrit, duke i quajtur si mjetet përdorshme të gjithë njerëzit poshtë tij. Të gjithë janë sakrifikueshëm, pastaj është guri i fundit. Po, kështu është kthyer dhe mazhoranca dhe opozita, vetëm te një figurë. Vetëm figura e Saliu të ruhet, tjera aty. Figura e tij të ruhet, tjera aty. Por kjo është kontradikt. O parti nuk i bëjmë pyetje vetë, po të jenë parti, pas janë parti që janë me kodin zgjedhor janë mumifikuar mbas personit tani, si njëra tjetër. Bëjmë pyetje vetes, ore, ne si PD dhe si PS bëjmë të përpara ne të evoluojmë si parti duke pasur tani këtë kryetar, Saliun dhe Ramën? Pse bëjmë të pyetje vetes? Po gjithmonë pyetja vjen nga lart, kur shkojnë punët keq, vjen nga lart, thot Saliu, çfarë duhet ndryshojmë ne? Edhe mendon që flamurit luaj mes fush, ky të luaj mbrapa diellit dhe mbrapa fushës ky tjetri thot e kanë fajin këto, do bëjmë këto, ndryshon po ato. Ato janë po ato dhe merrni një panjor fare e bën më lëndë. Po, ai më tregu që këtu po desha unë bësh, shkon në qell, po desha unë të fuzë edhe poshtë në tokë, me tregu fuqinë e tij edhe me rreshtu njerëzit pas vetes. Kjo është tani, që ata janë në garë kush i pëlqen më shumë atij. Në një kohë që thonë njerëzit, pritëra, ana ka çeduar ne drejtimi, a ke çeduar ti si kryetar, a ke për detyrën tjetër. E dyta, parti ku një njeri nuk ka ëndrrën të shkojë në mënyrë të natyrshme drejt leadershipit, ti je lider i partisë, nuk është partia. Pra ti njerëzit i kanë ëndrrat deri ti jenë zëvendës atij. Po pse? Kush je ti që më kufizon mua? Pra gjithmonë do të jenë ke dyshi. Dhe po të shohësh ai ti që sot s'ka asnjë figurë që ka portretin për që njësh. Për që ndikushi që të marrë partinë dorë. Dhe parti u kërcënua bile e parti për ti, kur tha edhe mund të shbëhet. La kuptim, që po i ka unë, do qëro lepsin dhe mu shbëhen. Po, me ato lloj kryesie, me ato lloj asamblesh, që nuk ka lënë njerëz dinjitoz e tjerë, aty brenda duhet mbiden 4-5 të formojnë portretin e këtij. Sa asnjëri s'është aq i plot atje sa të konkurrojë të. Po kështu dhe ke Saliu. Ka kanë Saliu, me radhë gjithë ata atje. Jam iku Saliu. Kush mund ta zëvendësoj Saliun nga ajo kryesi? Këlliçi, Çuni Fariut apo Muli? Vetëm po i thirrën mendjes e të vrejmë pastaj atë madhështoren Adriana Kalan. Ajo e bën për shkak. Është njësh. Ka dhe këto krahun tjetër Adrianat e tyne. Këta janë aq ustallar apo mungon vullneti jon? Qoftë tek populli, po qoftë tek gara që shpjeguat ju brenda partive.
Për të konkuruar që të jenë më lart liderit. Gjithmonë qëndrimi ynë i nështruar, një qëndrim tamam lindor. Se unë nuk është se zotit janë thuhet dhe lindë dhe perëndimi, po në qeverisje, këtu në Ballkan janë kufit të ndryshimit dhe mentalitetit të nështruar. Ne kemi thënë, me ujë, me zjarë, me pushtet, me qeveri më së merë. Edhe ne, ai mund të jetë një detyrë, është normal në rregull si detor, servilizmi, lëpirja, mënyra frikës si i flasin tjerët, e shpërfituron atë, pastaj bëhet në ministër, pastaj bëhet në deputet, ku ta diun. Rama ka ministër që në të tërën. Kryetar bashkie, kryetar PS, kryeministër. Pa e kanë çmend me lëpirjet e tyre. Ta nuk i thon çfarë duhet i thon, po i thon çfarë do ai që t'i thon. Problemi i sigurtun. Edhe pse kur foli për analizën e protestës, mu duk që kishte informacion. Për ati tani informacion ke. Disa momente e përshkroi, çfarë ka lexuar ai, mënyrën si ka lexuar, ishte pak a shumë i saktë. Ti je personi që ke treguar 2 herë, 2021-shin, 2017 po 2021, 2025, siguri që do fitoj zgjedhje. Pra ti ke informacion si po lëviz vota, dhe ai ka këtë informacion tani. Pra ne ka dalë pak i friksuar. Tani, ti ku i ke këto informacione, pse nuk reagon? Kjo më bën pasaj, po mi më reagon më, bëjë dhe ti një lloj humanizmi, qoftë edhe pa një përfitim personal. Informacionin e paske, pse nuk reagon? Po dhe i biti është i poshtë. Po reagon më se është gjinaf, janë njerëz që po vojnë. Po pse se reagon? Për mua ka një të dy ngjajnë, pavarësisht që njëri duket si më provincial dhe ky është më qytetar. Jam Mali. Luaj nga pozita e delirantit. Po ku jetë delirant, bësh edhe diabolik. Është edhe kjo e parë e delirantit që janë të tërsuar, jo, nuk e kuptojnë më veten pa pushtet. Nuk e kuptojnë që shiko. A ekziston një formë që këto janë një gjendje të dehje që siç e thoni ju që nuk e kuptojnë veten, edhe ka një moment, për shembull kam dëgjuar raste që kush ka qenë ndoshta jo në pushtet të këtyre, por mi pushtet qoftë edhe drejtor, qoftë edhe deputet. Jo, pa dashur tashu, pas ka njoft, duhet me pa psikologjinë e tyre. E mba mend në mik Hotin çka ka thënë për Salion? Me vrata nuk zbret me pushtetit dhe ta gjejon. Edhe ka nga ata që kanë thënë, okay, derisa të gjesh thjesht të linjën e mendimit që unë e gjej atë se kontrolloj. Pa ai ishte vetë malsor, se hotma, edhe janë nga fisët e shu. Presidenti i Republikës, kushdo qoftë që do të vinë fronin presidencial, duhet të jetë reprezë autokton qytetar. Sepse neve malokët që të hypim një herë në kalë, nuk zbresim pa na vra. E ke pa tani, ai e ka njoft, edhe kjo në ndodhi me Salion. Kjo ndodhi. Po ndodhen me këtë tjetër, se s'ka bëj vetëm me malokët, po për veriun, por jo, nuk. Ai e tha për atë se ky ishte në farë pushpamin atë kohë, lidhur me politikën për të bërë karrierë. Se Rama ka qenë rebel, ka qenë një lloj anarshisti. Tani për pushtetin bëllë rolin që unë jam për ngritë shtet, po se bëmë, nuk e ka, dhe të brëndshme nuk e ka. Po mendoj që edhe e kalumi është e rëndë tani, që dhe bëj. Po ka që kemë, nuk e përnojnë fundin të. Çdo fillim e ka i mbarim. Po më shumë e ka nga deliri i këtyre, po edhe nga marrja pen. Nëna ime ka qenë shumë e qetë, po me lloj tremërie të frikshme. S'pranoja si laçet më fare, ku e pa veten, e pa ajo, si poshtë. Filloja sot e mia, atje, pa kupton. Se ka iku me mendjen qiqër. Jo që dorën babës, nuk i donte më ilaçe, ta ky është puni. Çdo fillim ka i marrim, ky është puni. E ka pa vdekjen sy, sa unë ka menuar gjithmonë që
vdekja kishe frikë ata. Edhe kur kam një siklet një time, kur kujtohet Nona, bëhe me turp, them. Ajo i shifte gjërat në sy dhe unë të rritë menohem 2 herë, jo s'po menohem. Ta s'duan ta kuptojnë vetëm pa pushtetet. Ta duan të vdesin më i pushteti, por çfarë faj kemi ne më se do me vdek një pushtet edhe pa përpjekje më të vogël për ta merituar punë. Ndrojnë ta poshtë, s'ka problem. Ne të jemi këtu, më i pushtetit. E mbu zota, e kryen zota. Ka i pushtet që në 98-ën, sa vjeç është ai, bu të jetë 64. Ai llogaritë tani. 34 vjeç pushtet, do me vdek atje, nuk e lëshon. Se vetëm ky e bë Shqipërinë, nuk e bën njëri tjetër domethënë. Që u bë Shqipëria më i brecë sa është që nuk arrin dot Shqipëria të gjejë veten e saj, identitetin e saj. Vetëm ky dhe ky shtremaluqi tjetër i Shqupit. Ky komunisti me 80, 86, 90, i 8 nëntor 68. Ky komunisti qelbur atje, se këta janë pranë të qelbur, por je komunist respektuar, ri komunist më pis. Po e më del edhe kapitalist dhe ai dut dhe mafioz. Prandaj vajti Shqipëria si vajti, se pas ka pranu komunist aty. Pra ai pushteti e asaj partie pranojnë gjirin e vetë këto, qepsira si punë e këtiri. Kjo është. Ne hikëm se ai pushtet kishte vemje, edhe përkrau vemje si Fariu, Fariu në mbin atje, ke PD-ja. Që sakrifikohën si studente, e të shkoj edhe në grevuri e tjere. Fariu në 90, 91 dhe 92, dhe i fillim 93, ka qenë këtë bythër e Mizalis. Ta the me binde plot. Dhe kalon bam këtej. Në Metelezi, sekretari pari i Elbasanit, sa bëhet Saliu president, e merë këshilltar në presidencë. Unë grevuri e pa punë, kry komunisti i Elbasanit, ta ishin hipokrit. Ta ishin hipokrit. Ishin idealist atëherë. Këto i ofroj këtyre protestë. Kujdes se ne kemi kaluar të punë. Edhe me qenë se ndoli edhe ju mund të jeni ku ndahemi ku afrohemi, ku largohemi ku afrohemi. Në 91 në 90 unë kam pasi përballje më vonë 40 student komunist, sekretari një, mi vuri përballë drejtuesi i shkollës. Pedagog i nderuar matematike, më vonë u bë dhe deputet i PS-s, edhe më kërkonin në sap mua, bën gjyq politik. Mendoj që i kam qëndru me shumë dignitet dhe ta e din, pa u shpat pluralizmi akoma. Mund të këtë qenë data o 9 ose 10 dhjetor vitit 90. Me orë të orë kom netë, ke zyra ati, kishe 20 vetë aty. Jo vetëm? Unë tek pullë, se e morën veshje. Isha se pepqiu asaj punë atje. Edhe deri momentin që shpall pluralizmi, kam thonë, Zoti di që ndodhi tani. Përveç arestimin dek brëndshme. Atëre, donte më shumë me ndere edhe tremëri. Edhe unë mendoja që kaq ishte vlera ime. Si një djalë i ri që s'po dohet ta mendoja 2 herë. Po çfarë të vunë përballë të 40? Kjo unë isha kundra vijës politike të partisë, kundra shtetit, e ku ta diu kundra socializmit, se si ishte shpall akoma pluralizmi. Okay. Thjesht studentët, ne u solidarizuam me studentët e Tiranës, edhe kush e bëri të punë këtë të gjordin të protestën të për të organizuar, pa bën dhe parullat i shkojtëm atje, me bëj këpucës kemi shkojt, thanë se ishtë ndryshe në provincë. Dikush foli si duket, edhe më thirrën. Po jepja sa punë tani, pse unë mund t'i kisha ato menime, por aty kanë fol atë që u diskutu më mbrapa. Kemë bërë qëndrimi që ke pasur? Jo më qëndrimin, po, duan të ndryshime, duan kështu, duan pluralizëm, etj. Edhe parti, po e për ne kemi këto rinine, kemi kështu. Mendimi organizuar është parti politike. Pse keni frikë tash nga parti politike? Çfarë është një parti politike mendimi organizuar? Por Rama dhe Berishën, parti politike janë mendimi organizuar nga lart poshtë. Për mua, kushtetuta shqiptare,
dhe ligjin parti politike është një mendim organizuar me funksionim demokracie nga poshtë lart. Tu është të mbrapsh. Kjo është që duhet edhe sot. Po. Tani këta ke protesta, mos mendoj se këta po na zbresin ne. Këta mund të jenë më përpara se ne lidhemi me këtë që këta ne dinim nga po ikim, dinim ku po shkonim. Po tani ne kemi përvojën e plot. Më trima se ne nuk bëhen dot. Më rufian mund të bëhen, po edhe për vetë e kenë. Se dy gjykoj historia nesër. Te kjo ku ndodhemi tani, tek protesta, që është për 2 muajsh para kryeministrisë, si është se po lëvizin nga poshtë lart apo nga lart poshtë? Ka një pra drejta e protestuesve, pra ajo që them unë, krijimi kushe për demokraci, ushtrimi i demokracisë vërtet, nga poshtë lart nuk është e që duhet. Do të kishte më shumë intelektual dhe njerëz të tjerë që do flisnin atje. Sheshi dhe deta fjalës është e gjithëve. Do të thoshti mund të ketë një përjashtim për një person problematik etj. Po edhe kur ka folë në një Roma për Toma atje, edhe me fjalorin e dur, ne kemi kuptuar që nuk është në dorën e atyre që atje. Po jo të bëhen policë mendimit. Pra do të dalin vlerat nga poshtë lart, ka nevojë, se kështu kemi qenë dhe kemi kaluar të kohë. Kemi njohur me njerëzit, kemi shkuar takime në për mitingje, mbajmë të Majdarin fillimisht me zifis të miting. Po të ka dalë, u bën një nga njerëzit më pëlqyer, më populist. Ndjen frikën, ndoshta mos ndjen frikën ato nëse vjen dikush një intelektual që këta thonë ju doni për të marrë mendje një pjesë e këtyre janë të udhëzuar të mbajnë atë qëndrim, unë shoh që kanë ndikime. Po them për atë pjesë që unë mendoj të pastër atje, që duhet ta kuptojnë që ka një përgjegjësi historike. Po dështoj do të shkoj për atyre protesta. Deri tani është që është shpirti i njerëzve që ashtu. Po dështoj do të shkoj për atyre, pastaj e zaku qoftë. E mos ta shesin dëngle pastaj më mbrapa, po dështoj. Po ja themi që duhet të jetë me vlera, vlerat mbijetojnë. Edhe kur të duket sikur shuhet protesta, momenti që ka shpresë, ka vlera, ka drejtësi brenda, nuk zhduket. Edhe më fort lind. Prandaj ti lën këto sapet se ka kohë për sape politike. Nesër bëni partinë, konkuroni. A ka mundësi nga protestë të bëhet e gjithë gara politike brenda atij mentaliteti. Edhe të shuhen fare të dy partitë të mëdha se na kanë lënë. Po duhet konkuroni me vlera. Po që për të konkuruar me marifetet dhe pazaret, ta fosit të mëdhenj. Se janë më usallar ta për pazare. Pren kokët pastaj. Po kjo është. Rrin po aty ku janë ato. Ata kanë mbyll gojën një moment se po shohin një popull që ka të drejtë edhe është i lodhur edhe është i revoltuar. Po momenti që hyn e sapit me këta, nuk ka më. Po aty shohin që lakohet, bëhet thirrje që të vinë intelektualët, të ftojnë intelektualët. Po. Pra nuk vinë intelektualët se ato prallat ja thonë tjetri, po ta bëjnë tamam. Ti lën këto. E kanë fajin vet tani e detyruar të trasin vetë si duhet. Se kur i tham, jo, mos i bëni, dy tre gjëra të vogla i kemi thënë, nuk dëgjojnë. Po kur ti dëgjon një herë, unë të vë vizën një herë pastaj. Flitet që në shtator mund të ketë një po pse kush e vendosi? Një shpërthim ose të vinë shqiptarët për shkak se vera, vapa, gjëra. Kush e vendoste? Thuaj do të jem protestë. Kush e vendoste? Kush është ky regjizori që po shkruan fatin e kombit? Nuk ndiko fare vera, vapa, pushimet të gjëra që njerëzit se këto lakohet aty thonë që kanë ikur, nuk vinë protestë në numër i madh siç ishte në fillim. Po më mirë ta vazhdojnë. Mos ikin as ministra as deputet, mos ikin me leje, ta morrin vesh. Që zgjidhin punët e popullit, pastaj shkojnë pushojnë. E shkojnë në ato resorte luksoze. E rrezikshojnë bashk, PSD shkojnë bashk. Po kështu bëjnë sigur. Se kur votojnë bashk. Po. Rasti me qenë se do në ke votimi për pjesën e marrëveshjes midis SBA-s dhe Shqipërisë dhe rasti ja Grënsheja që bu lajm gjithandej nëpër media që mori të dokumenti sekret. Si e ke parë, si e komenton? Rasti ka një shkelje të procedurave, pra edhe kushtetuta, duket se është në 83, edhe rregullore parlamentit mund të jetë në 28 besoj. Pra shikojnë jo më pak se një javë shqyrtim. Pra nga kohë, edhe pse mund të jetë urgjente. Kjo është gjë tjetër. Kurse marrja e atij dokumenti në atë mënyrë tregon shkeljet plot etikës. Humbjes kontrollit total, ose kjo është natyra e tij. Grabitçar nga natyra.
të marrësh aq më tepër kur sheh pasojë që u pa taksi punoj se shkret. Që mund ta paguan te vendin e punës, po vendi i punës është bukë e gojës, por këta s'do t'ja dinë për bukën e gojës tjerëve. Se bëjnë politikë këtu. E thamë është turp për një deputet dhe për një kryetar partie të shkoj si skuth të rëmbej dokumentacionin e tij kështu. Se nuk na ngelën fatet e kombit ne ke dora ati të bënte protestën e tij, të bënte ankime ligjore, po ti marrësh një punonjës të kuvendit që nesër mirë që e kanë parë që kanë me kokë, edhe s'do kanë marrë masa, po koka i ka pasojat. Ai mos ketë pasoja ke rroga edhe meriton. Po se ka luftuar për ta mbajtur atë. Po kokën mund ta ketë me pasoja. Po të bjerë njeriu im ashtu. Edhe ky të bëj politik, ky skuth i vogël, ky shtor. Kemi pas shumë raste të tilla dhe kemi ruajtur ekuilibrin. Nuk e preku njëri, as në familje këtë, se këta iqen sikur nuk e zëgjumin për Shqipërinë. Po këtu më rije, bëjë Shqipërinë, nuk shkojnë Itali. Duke shkojnë Itali, i le mundësi Ramës dhe Berishës ta bëjnë të lumë, edhe kur kujtove të ishë shumë vonë të reguloje. Kur ti mendon që ti e bën, pse s'ndonjë tu, mos lejoj të gjendje. Se këshu vinë ca. Unë mendoj që ta lloj njerëzish me këtë lloj shpirti kështu grabic, ta mund të jenë më të qisë se Aliu. E ka bërë nga koka vetë nga dehja e kësaj gjithë këto euforive se dimë nga kush koka, ka koka, s'ka koka, si ka koka, nuk e di fare si ka kokën e ai. Se nuk e njoh fare këtë. Se fillimisht kanë parë që me zi flisën në parlament, tani kështu. Unë shoh që është i protagonist politik thjesht si biznesmen, asgjë tepër. Por ky zot edhe nuk funksionon si call center Shqipëria. Ta harrojë. Ky zotëria do të bëj protagonistin, nuk e di çfarë do të bëj, por ka shkel etikat. Edhe ligjin bashkë. Ky ka rëmbyer i dokument atje, si e rëmben ky. Në të rëndësisë veçantë. Edhe tregon do më fuci Rama në burg e gartën këto, po. Ka një etik më. Se ne për inat Ramës nuk mund të mohojmë shkelin e etikës tënde. Etj. Ka një egoizëm shumë fort që të jetë protagonist, dhe nga jo e ka bërë. Që të thotë ai rolin e tij pavarësisht dy palëve etj. Për treguar që jam dhe unë aktor këtu etj. Atë ka bërë, po atë ka bërë gabim. Po sikur, po marr rastin më të keq, edhe inshallah s'ka një dëmtim ajo, po ai do t'i paguaj dëmtimin asaj. Po si, po normal. Po mos ditë do e akuzoni që ti ja ke dhënë vetë. A ka dalë shkreta vajti, po sikur ti ndodhte gjëra asaj zonjës. A ka ndërgjegje ky? Si është kjo punë kështu? Pse s'ja more Niko Peleshin nga duart ti? Po e merr kësaj, allergjiesh thotë ti. Apo to s'kan vlerë to janë. Pse ka filluar një lloj modeli, lloj fryme që ne i kundërvihemi këtyre. Se ne po flasim për një policisë. Edhe një herë, ne po flasim për një politikë. Godasim me vezë. Po një politikë arrogante. Momenti që u morë tjetri zvar atje, aty e mbushi kupën. Arroganca. Ky arrogantë. E sot më fal. Po kur ka thonë se Arrova ka thonë një herë që patronazisë e Ramës edhe këta të shiturit, mediat e shitura kanë kritikuar veprimin tim, prandaj po e kritikoj. Ja, po të kritikoj unë tani. Je patronazhist. Kështu e bie me këtë lloj logjike kaq inferiore dhe boshe, domethënë, kush kritikon, siç po na thonë edhe ne. Po mirë, tani të mbyllim gojën nesër na komplekson ky Qelbaniku vogël tani, si puna. Se na thot ky Qelbua patronazhist. Po di çfarë jeti ti? Se më kanë votuar mua, po çka kanë votuar ti? Të rëmbesh letra? Po mirë, e rëmbeu pse se nxorri? Ka votuar ti thyesh kokën asaj atje, punojësit parlament. Se do të jetë pjesë, do të jetë patjetër palë aty ti, fito votat edhe gjen një formë tjetër njerëzore, se ne po votojmë na sill qytetari nga Italia. Mos na sill kafshërinë, kafshërinë e kemi me të prisnë. E për të mbyllur me kaq se po I kushtojmë vëmendje këtij. Për këtë pjesën e këtij. Po për këtë pjesën e këtij, po të kalim tek pjesa më kryesore, për atë që nisëm me prekëm, ndoshta mund duket si lloj boshti që thonë që nuk mund të ketë rëndësi për protestën, por gjithë ato pika që ka folëm ne për nivelin e korrupsionit në qeverinë politik, rolin e drejtësisë dhe shpresa që
ne vazhdojmë edhe pse shprehim të shqetësimet tona, edhe pse mund të lexojmë keq, domethënë nuk ka asnjë lloj qëllimi për të Mos ki komplekse fare për të lexim, po vazhdo. Ke mesazhi i fundit përse për këtë pjesë. Çfarë mendon, unë do të them çfarë mendoj se nuk më kërcet fare se si do lexojmë. Si është situata, çfarë duhet ndryshojë? Shkurtimisht ne I tham për protestën dhe për shqiptarët e tjerë që ndoshta kanë një lloj dëshire që të përfshihen, po prap kanë pyetjet e tyre, siç jemi edhe ne dy. Unë mendoj që jemi kohën e dur që disa gjëra të korrigjohen. Ai protesti bën mirë gjithë Shqipërisë, I bën mirë dy partive. Se ato do luajnë, do luajë uji që është qelbur në aty. Të gjithë njerëzit do kuptojnë që vjen momenti I korrupsionit të ha kokën. Padrejtësia të ha kokën. Do të kthehet e ti që e bën, e ti që mendon se je sipër saj dhe s'ka, ke vetëm efekte pozitive, përfitimi dhe jo dëmi. Fakti I ditë do të kthehet dëmi. Unë mendoj që sot Shqipëria dhe vendi ka nevojë të japësh edhe të jesh mbi egoizmin. Edhe ata tjetër do kuptojnë që njerëzit në shesh janë të artikuluar, pjesë e madhe, ajo më ka kënaq. Fryma ka qenë ndryshe, po flas deri në datën 18 qershor që më atje. Fryma ka qenë krejt ndryshe, me një lloj qytetarie. Duhet ta rikthejnë. Po këtë do t'i bëni pyetje vetes. Pse u largua kjo qytetari të njerëz? Ta rikthejnë atë. Nuk ka lidhje me vallën me pushimet fare. Vendi ka nevojë të japësh. Dhe duhet bërë ajo që duhet bërë, ajo që duhet do njëri apo tjetri. Duhet bërë ajo që duhet bërë. Se këtu nuk bëhet pyetje çfarë dua unë, po çfarë duhet bërë. Kjo është. Le të ka përcejnë veten, edhe besoj se do ta gjejnë dhe do korrigjohen, besoj se. E beson e shekte që mund të përmirësohet, mund t'i thrasin ndërgjegja, mund të ndalin dhe të thonë oprit se. Po besoj se aty kanë debatë realiteti, nuk I kanë kaq, kështu që nëse ka debat mirë është puna. Të falenderoj shumë për kohën, për gjithë mesazhet dhe të biseda që janë aq reale, paktën mundohemi të jemi real në ato se çka flasim, qoftë edhe duke diskutuar këto gjërat. Është në të mirë të kësaj gjës. Unë jam me këtë idenë që qoftë shqetësim të vogël që të kemi, një ngërç të vogël që ne duhet ta diskutojmë. Ajo është që ne mos e shohim njëri tjetrin në distancë, mos e shohim përtej urës lanës, po ndodh protesta te kryeministria dhe themi ata atje janë këta dhe ne mos e ki kompleks, ne kemi diskutuar, japim dorë njëri tjetrit dhe kur tjerët nuk kanë menuar me diskutuar. S'kemi nevojë. Nuk kemi fare as nevojë as për flamuar. Për qenë 100 veta për të thënë diçka, problemi është që kanë bërë shumë mirë. Se nuk ka protest perfekte. Patjetër. Kanë bërë shumë mirë, po duhet të jenë nivelin e atij misioni që ju ka caktuar koha tani, ose dikush e ka caktuar vetes, duhet të jenë nivel. Duhet ta mendojnë si fitohet kjo punë tani. Jo kur fitohet për të gjithë, aty pasaj ka kohë për ambicet e gjithë secilit në politikë. Se ti vetëm bile dohet të kishe vetëm ambicie politike dhe jo të tjera. Uroj mos ketë prapaskena të tjera. Uroj. Dhe të ketë një korrigjim. Besoj se do ketë. Ata bile ata si persona në këto 60 ditë janë rritur një pjesë. Ka është I përvojë që nuk I vjen më njerëz. Edhe ata besoj reflektojnë ditë mas dite. Falenderoj edhe një herë. Edhe unë. Miq, ju përshëndes, uroj që të merrni më të mirën dhe ky reflektim të vijë tek gjithë secilit nga ne.